që tregoj të drejtën respektin që duhet ta kenë nga tetovarët dhe në përgjithësi ato që njohin grupin e grave e kanë respektin e duhur, njëherë për shkak të moshës në të cilën janë dhe domethënë respekti i moshës edhe aktivitetet e tyre me gjithë angazhimet familjare. Kjo është për të përgëzuar maksimalisht, unë mendoj. Pastaj pjesa tjetër, ana e kualitative, edhe ajo ka përmbajtësore, sepse zonjat janë të gjitha, pjesa më e madhe që kanë dalë nga shoqëria Xhirat e Zejtirit kanë qenë edhe si këngëtare, edhe si valltare. Duke u nisur nga Anita dhe mami Anitës, mami e Tonit edhe shumë të tjerë që janë aty, domethënë kanë qenë pjesë e Xhirat e Zejtirit dhe tash vazhdojnë edhe në atë moshë që mos e harrojnë shoqërinë, domethënë në korin e grave. Edhe si që tha edhe vetë vlerësuesit e Elsa, tha një bashkim i zërave do të thote për mua shumë çka. Dhe që tregoj të drejtën, një filozof e thot, nëse don të dish kualitetin dhe vlerën e një qytetit, shife sa kohë funksionon në atë qytet. Një ndër ato është për këtë duhet t'i jepet rëndësia e duhur dhe vlerësimi i duhur. Dhe sinqerisht, kish një sukses jo që i papritur. Edhe unë u habitesha sepse ne performojmë në Tetov nga viti 2007 me bashkë me grupin e grave dhe ky sukses thash e njëjtë performancë është gati çdo vit në Tetov me grupin e grave, tani ju duhet të dalim diku jashtë dhe të vlerësojmë ndër më tepër në vendin tonë. Ju vjen keq